për Partinë Demokratike të Kosovës. Kosovës. Edhe LDK dhe PDK thonë që kjo nuk është, ne nuk po flasim për bashkëqeverisje, po flasim për zgjedhjet presidentit. Pse duhet ketë ofertë për bashkëqeverisje kur duhet zgjedhja e presidentit? Po tash se po flasim për zgjedhjen e presidentit, e kanë thënë sot, me sa unë di, zoti Avdigjiku në vazhdimsi e ka përmend që është ose kërkon që të ketë marrëveshje politike. Dhe marrëveshja politike nënkupton marrëveshje edhe për bashkëqeverisje. Marrëveshje klasike. Ka thënë ose marrëveshje klasike ose një person, një president konsensual, zonja Pajtona, çfarë nënkupton marrëveshja klasike? Marrëveshja klasike është bashkëqeverisje në komplet, në përgjithësi. Çka nënkupton bashkëqeverisja komplet që në përgjithësi, nëse ti ofron që të ketë pozitën e dytë në qeveri dhe të udhëheqësh me 4 ministri. Se po thua është kjo një ofertë që do duhet në asnjë fond, nuk do duhet në asnjë fond të refuzojë nga Lidia Demokratike? Në leximin tim nuk ka asnjë arsye që të refuzohet, me përjashtim nëse qëllimi final është që të shkohet në zgjedhje. Sepse nëse shohim proporcionin e numrave edhe në kuvend, nëse shohim votat gjithsesi besimin që na kanë dhënë qytetarët, tashmë është e ditur, lëvizja vetëvendosje ka 57 deputet. Si shumicë në kuvend kemi 66 deputet, ndërkohë që Lidja Demokratike e Kosovës ka 15 deputet. Nëse shohim në raport të numrave, të kesh 4 ministri në udhëheqje, të kesh pozitën e zëvendës kryeministrit, nuk mund të neglizhohet duke thënë që është pozitë ose është propozim jo serioz. Marrëveshja klasike mund nënkuptoj zonja Nagafsi, pse mos